Vëllai i madh ju dha banorëve mundësinë për të nisur ditën perfekte. Loja ishte që të gjithë banorët do të zgjoheshin sapo të binte gongu dhe të visheshin njëkohësisht, do të bënin një përqafim në grup, do të lanin dhëmbët së bashku, do të bënin dush të gjithë së bashku, do të hanin mëngjes bashk, çdo gjë do e bënin bashk pa u ndarë. 5 banorë të zgjedhur nga lideri i shtëpisë më të famshme në Shqipëri Seno kishin edhe një detyrë, që të bënin kosh në një kuti që ndodhej te tavolina në living. Nëse vëllai i madh shikonte që loja nuk po respektohej nga të gjithë banorët, do i binte gongut që banorët të flinin sërish dhe t'ja nisnin sfidën sërish nga fillimi. E një gjë e tillë ndodhi disa herë, pasi disa prej tyre refuzuan që ta kryenin lojën. E si pasojë vëllai i madh futi në shtëpi një zarf të kuq ku thuaj se loja dështoje për këtë arsye do të ketë penalizime. Banor, vëllai i madh ju dha disa herë mundësinë për të nisur ditën perfekte, por ju me vetdije zgjodhët që të mos respektoni të rregullat e lojës. Si pasojë, do të përballeni me penalizime, shkruaj në zarfin e kuq. Tashmë publiku është kurioz se çfarë dënimi do të marrin banorët. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.